A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Të falenderojmë o Zoti ynë që na ke falë, na ke kriju në formën më të bukur. Edukohu me fjalën e mirë. Kjo do të jetë mesazhi ynë i radhës. Pra të edukohemi me shprehi të bukura dhe të mira, sepse kështu na mësoi Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kush ka besu Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flas mirë ose le të hesht, sepse dhe heshtja është nga njëherë flëri. Prandaj, të mësohemi me fjalë të bukura dhe motivuese. Pra, t'i urojmë njerëzit, t'i falenderojmë njerëzit. Men yashkurin nas la yashkurillah. Kush nuk i falenderon njerëzit, ai as Zoti nuk e falenderon. Pra të jemi mirënjohës, të jemi falenderues, të shprehim fjalë të arta në takime me njerëzit, t'i nderojmë njerëzit. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Më i ndershmi ndër ju është ai që është më i devotshmi. Dhe ajo devotshmëri e fut pra insanin që mu shpreh me shprehje të bukura dhe jo me i rëndu njerëz me fjalë. Jo me thonë filoni kështu, filoni ashtu, kile vokale, thashëm the, pra por me thonë fjalë të bukura, me i motivu njerëz, sepse fjalët janë si farat që mbjellen në tokë. Nëse mbjell farën e mirë, do bin fidane, lule, pemishte, pra do dalin të bukura dhe të hieshme, do zbukurojnë barë fshatin ose qytetin. Dhe fjalët e këqija janë si therrat që zën rrugën edhe bllokojnë çdo vend. Dhe janë shumë të rrezikshme, janë si helm. Psikologët kanë thënë se nëse ushqehet një njeri me fjalë dhe lajme të trishta dhe lajme të rënda, nëse ushqehet, pra me to vjen deri te depresioni, te ankthi, te problemet e natyrave të ndryshme. Kurse kur edukohemi me fjalë motivuese, fjalë suksesi, ti mundesh, do ja arrish. Pra këto janë fjalë progresiste. Këto janë fjalë të cilat hapin korridore, hapin dyrë, hapin porta. Këto janë çelësi i suksesit. Shpesh herë na ka ndodhur në jetën tonë të përditshme, subhanallahu alazim, disa njerëz, po unë s'mundem, s'dis, s'ja dal. Kështu pra e ka instaluar në trunin e tij fjalët e mbrapshta, ha? Dhe me të vërtet po i shikon në jetën e përditshme ata njerëz, subhanallah, bllokohen ashtu. Kurse ata njerëz që thonë ne mundemi me lejen e Zotit do t'ja dalim, i shihni se ata njerëz ja dalin dhe ja arrin qëllimet e tyre. A ka thonë njëherë Muhamedi alayhi salatu wassalam në misionin e vet se unë s'mundem s'di? Jo, ka thonë me lejen e Zotit do t'ja dalim. Ka qenë pra pejgamber përgëzues, i ka përgëzu njerëzit, beshiran vë nëdhira, ja u ka përkujtue atyre, pra të mirën, vazhdimisht ju ka thonë, vraponin punë të mira, u beshiril ledhina amenu u amilus salihat, përgëzoj ata që bojnë vepra të mira, se i pret xheneti, inna ledhina amenu u amilus salihat, ulaike hum khairul bariyah. Zoti në Kur'an po na tregon se ata që bojnë vepra të mira i pret shpërblim i madh, ato janë krijesat më të dashura të Allahut. Zoti po thotë siru fil ard, hesni nëpër tokë, kërkoni të mirat e mira, të mira, fafirru ila Allah, shkoni në drejtim të Zotit, Zoti ju jep mirësi, ju jep hajbet të madh, ju jep shpëtim të madh. Selamun qawlan min rabbir rahim, keni selam, paqe prej Zotit ju i mëshirues, ju përret pra xheneti, ju presin shumë mirësi, ju presin mirësi në këtë botë, po padyshim dhe në botën tjetër. O Zot na jep mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. 5 kohë namaz, muslimani e lut Allahun me Allah më dhon të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot na jep mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. A nuk janë këto fjalë edukuese të mira që ndikojnë në psikologjinë e insanit? Padyshim që po. Ato ndikojnë në hojet e trurit të njeriut. Nëse hojet e trurit, ose celulat e trurit, ose neuronet e trurit mësohen me mesazhe të mira, ato do japin drejtim edhe trupit edhe këmbëve në rrugën e mbar. Nëse mësohen me shprehje kriminale, me shprehje të mbrapshta, vrasje, knej, andaj njerëzit do të bëhen traumatik, do të bëhen të ndikuar nga këto fjalë. Prandaj edhe mediat, edhe gazetat, edhe gjërat e tjera duhet të mësojnë njerëzimin me lajme inkurajuese, përgëzuese, jo me lajme destruktive, goditëse, siç dinë bëjnë mediat sot, fatkeqësisht. Prandaj
ne du t'i mësojmë njerëzit me dashuri, t'i mësojmë njerëzit me qenë arkitekt të qytetërimit. Arkitekt të mendjes së shëndosh, arkitekt të menduarit të shëndosh. Kështu duhet t'i mësojmë ne njerëzit. Kështu na mëson Islami, kështu na mëson pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanat. Ju e kishit shembullin më të mirë dërgumin e Zotit. Merrni shembull ata. Lexoni biografinë e Muhamedit alayhis salam. A keni ndëgjuar ndonjëherë pra edhe në vitin e pikëllimit që ka qenë viti i trisht, domethënë që ka qenë viti vështirësive në kohën e Muhamedit alayhis salam, ai gjithmonë ishte pozitiv, fliste fjalë edukative. I thriste njerëzit, i inkurajonte njerëzit për të bën punë të mira dhe për të larguar nga veprat e këqija diabollike. Pra, kuntum ummetul khair. Ju jeni umeti i hajrit, i mirësisë, që thrisnin të vërtetën edhe ndalonin nga e pavërteta. E bojkotoni të pavërtetën dhe i jepni frym, gjallëri, jehon, mesazh, mirësi, flad, i jepni pra fjalës së mirë dhe të edukohemi. Pra ta edukojmë fëmin qysh të vogël me fjalë motivuese të mia. Di, mundem, ja dal. Do mundem me emrin e Zotit, do ja dalim. Prandaj kështu edhe ishin fjalët e mëdha në shpellën hira, la tahzanin Allah mana. Mos u brongos, mos u pikëllo për asgjë. Zoti është me ty. Grahi punës, grahi jetës përditshme, vazhdo dhe Zoti do t'i jap gjithat mirat. Elhamdulillah. ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى. Allah, po çan to ajete për kënd janë për insanin, për njeriu. Atë gjeti të varfër dhe të pasuroj, të begatoj, të ngritit, të përgëzoj. ووجدك ضالا فهدى. Ishe i humbun, i raskapitun, ta zbriti Kur'anin, të zoj, drejtoj, dha drejtim. Pra, të hapi horizontin, të hecësh tutje dhe të vazhdosh karavanin tonë, mos të rish pesimist dhe i pikluar, po të vazhdosh me ndershmëri punën dhe bamirësinë në rrugën e të madhërishtmit Allah. Selamun alaikum.